luani. Sipas biologëve amerikanë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada ekzistojnë 680 lloje bimësh dhe pemësh të ndryshme. Ndërsa vetëm në parkun kombëtar të Lambert Hills, në ishullin e Borneos në Malazi, janë sjell nga gjithë bota 1175 lloje bimësh dhe pemësh të ndryshme, të cilat sot vazhdojnë të rriten në këtë park. Këtë javë, që sapo ka filluar, ti dëgjues apo dëgjuese e shenjës Luanit do të bëje shumë mirë të ndjeshe në parkun Lambert Hills dhe ta vije veten në një situatë plot variacione. Nevoja jote për të krijuar këtë javë është e jashtëzakonshme dhe ka shumë mundësi që të japi frutet e kërkuara.